Kur ne bëm këshillimin me 65.000 prindër dhe mësues, 95% e tyre thonë mbyllet TikTok-u. Tani 95% nuk janë socialistë. Shumë më tepër se 5% janë demokratë që kanë mbet jetim, por që prap s'kan ku shkojnë edhe rrinë atje mas kënetës, gjojnë zhurma atje. Janë dhe të tjerë që nuk votojnë për ne. Por ama pse? Sepse menduan si prindër. Nuk menduan si demokratë si socialistë. Dhe pavarësisht se isha unë që shkoja në për ato takime, aty ishin lloj-lloj. Nuk e kishin mendjen fare ke partit. Nuk i dukesha unë fare si gogol i palës tjetër. Po më shifshin si njeriu që ka drejtimin e qeverisë dhe përfaqësuesin e qeverisë që ka mundësi t'i shpëtoj nga ajo mortje që ishte fut fëmijëve në trup. Edhe 95% vendosën për fëmijët. Tani pikërisht këtë gjë duhet bëjnë në 11 maj. Duhet vendosin për familjen dhe për fëmijët. Pse? Kush ka fëmijë, një prind që ka fëmijë në shkollë sot. As nuk duhet ta diskutoj fare që 11 maj duhet jo vetëm që të shkojë në votim, por të investoj që ne ty MBE. Dhe në BE Shqipërinë e fus vetëm unë me ju. Nuk e fusin dot ato të tjerë. Nuk e fusin dot, është e pamundur. Nuk ndodh. Nuk ju hapin derën një herë para punës. Se janë për libër, nuk janë për fushate, nuk janë për t'i tregu, janë kismet për libër, gjithë akrobatësit për të kriju dhe lidhet personale me të gjithë për t'i pas në telefon, të gjithë liderët e Europës, që nuk ka bëvakin në një. Edhe për çfarë, për punë personale, për këtë punë. Për këtë punë. Dhe duhet shkojnë ta investojnë votën atje thjesht për interes. Nëse nuk ju interesojnë këto punë të drejtësisë, nuk ju interesojnë punë të lirisë individuale, nuk ju interesojnë fare tjera, duhet ju interesojnë pasaporta e Bashkimit Evropian, që fëmijëve vetë, kur të bëhen 18 vjeç, që duan të shkojnë të studiojnë, t'i thonë, urdhëro, të keqen babi demokrat, pasaportën e ke europiane, shko studio, student europian, jo student i huj atje, jo me tarifa ekstra, jo kuota, jo dreqi, jo i biri, student europian, shko ku dush. Kaq. Qoftë dhe për kaq. Që mos flas për shqiptarët në Greqi, që akoma sot tonë një pjesë i kanë, një pjesë tjetër nuk i kanë. Kur do na jepni pasaportë? Ne nuk mund t'i japim pasaporta greke atyre, se nuk jemi ne qeveria e Greqisë, po ama ne mund t'i japim atyre pasaportë në BE-s. Dhe në momentin që ata marrin pasaportën në BE-s, ata nuk kanë nevojë fare për pasaportën greke, më gjithë nuk kanë nevojë sepse janë në BE qytetarë të BE-s. Dhe ti je qytetar i BE-s, do të thotë, kur je student, s'ke asnjë dallim, trajtohesh njësoj. Kur shkon në kufi, nuk të thot do të dilit çikane, ka i korridori jon atje. Ndërkohë që këta italianët avullojnë gjithë. Hikin me ato, futen nga ajo vrima me yjet e verdha, edhe avullojnë. Ne llocim atje nga La Marina, të tjerët. Edhe dela i polici, shef pasaportën, e veke drita, ku po shkon, kush s'ka ftu, sa lekë me vete, njeh njeri, s'jef njeri, ke rezervim hoteli, kur do ikësh? Pa hy akoma. Kur do ikësh? Kjo mbaron. Por, më e rëndësishme se kjo, se hajt mos. Çfarë kemi duru ne? Është që ne kur hym brenda, ne nuk rrim dot atje. Se ne kemi drejt me lëviz. Po jo me ndalu, ne duhet jemi xhiro. Me ndalu nuk ndalojmë dot. Për të ndalu duhet me kërku azil, duhet me ik me umçef, duhet me ndru emrin. Kurse me pasaportën e BE-s ndalon ku dush. Ku dush. Shkon troket ku të dush. Kërkon punë ku të dush. E gjen se gjen, po se gjet e kthesh prapë në shtëpi, nuk rrit flesh poshtë urës. Nuk je një fëmijë që thu, ore, o shera e parë, unë s'kam mundësi se pagova kaq lek për të kalu me anije atje, me ato komerdare, gomone atje, kështu që unë do shkoj të bashkohem me krimin, kthehesh prapë,
dhe shkon prapë. Dhe nuk të del në një vend, shkon në vend tjetër. Shkon në vend tjetër. Dhe kur larg qoftë ke nevojë për mjek, nuk rri në mëshirën e çajit të nxehtë. Shkon nga mjeku dhe ato është njësoj si rezidentët e atij vendi ku je. Dhe rimbursohesh.